Muhamet Veliu nga Top Channel. Zoti Kryeministër, gjatë këtyre viteve ju keni vendosur një standard kur keni thënë se Partia Socialiste nuk kthehet zyrë avokatore atyre të cilëve kanë probleme me drejtësinë. Çfarë ju bëri të ndryshoni nga ky qëndrim kur vjen fjala për zëvendës kryeministren Belinda Balluku dhe tashmë që antarët socialist në Këshillin e Mandateve kanë në dispozicion 16.000 faqe të cilat i ka dërguar bashkë me relacionin Spaku. A keni një bindje se janë të mjaftueshme këto prova për të realizuar kërkesën ju ka vënë Spaku në tavolinë? Faleminderit. Tani, më falë përgjigjem në pyetje. Keni dëgjuar ndonjë fjalë të vetme avokatie për rastin konkret nga ana jonë? Pyetje e kam këtë, nuk besoj. As unë dhe as kusht tjetër nuk ka hyrë në përmbajtjen e rastit. Por, ky rast ndryshon nga rastet e tjera sepse ka ardhur tek ne. Pra nuk është një rast në rrugën e pushtetit gjyqësor, të cilin, si shumë raste tjera, pushteti gjyqësor, në këtë rast prokuroria, e ndjek pa pasur nevojë të ndaloj në derën tonë. Apo jo. Dhe kur rasti vjen në derën tonë, flas të pushtetit legislativ, atëherë pushteti legislativ duhet shprehet. Nuk është noter i prokurorisë. Këshilli i Mandateve nuk është një zyrë noterie, është një quasi gjykatë. Quhet. Dhe parlamenti nuk noterizon kërkesat që vinë. I merr, i shef. Dhe nuk do doja në fakt ta kishe përmendur ato 16.000 faqe me prova. Se ajo më provokon. Më ka provokuar që ditën e parë. Po t'isha unë në Këshillin e Mandateve, do t'i thosha atyre që erdhën çoni, ikni dhe kthehuni me një dosje për Parlamentin e Shqipërisë, për deputetët. Nuk mund vini këtu me 16.000 faqe që i quheni prova. E dini ju që janë ato 16.000 faqe? Për kuriozitet, ju e dini që janë 16.000 faqe që janë këtu? Nuk janë absolutisht produkti jetimit. Se s'ka si t'jenë produkti jetimit. Nuk ka si t'jenë produkti jetimit. Janë 16.000 faqe ku janë futur brenda kontrata, studime, ndonë arkivi i ministrisë futur brenda. Futur brenda. E kemi bërë paktin bashkë, apo jo? Mirësjellja jote është garanci për ty që unë do t'i përgjigjem pyetjes tënde pas një hezitim. Mos më ndërhy se nuk jemi në miting këtu. 16.000 faqe janë një vandak me dokumenta zyrtar. Dhe kjo është afërmendsh. S'ka nevojë fare ta shohësh. USB-n e sjell nga prokuroria nuk e ka tërhequr asnjë deputet i Partisë Socialiste dhe nuk e ka tërhequr as ministria, avokati. Që t'jemi shumë të qartë. Për të mos krijuar asnjë shteg që pastaj të tjerë thoni kanë nxjerrë këta ato. Kështu që
nuk kemi të bëjmë këtu me ndryshim qëndrimi, këtu kemi të bëjmë me një qëndrim të duhur, shumë korrekt nga ana jonë, sepse rasti vjen në parlament. Dhe përpara se të vinë në parlament, rasti erdhi u fut në teritorin e pushtetit ekzekutiv brutalisht me një kërkesë skandaloze për pezullim e pandodhur në historinë e botës. Tani mund ta them me plot gojën sepse e kemi kërkuar gjithandej. Nëse ka një të dytë, nuk ka ndodhur as në Europë, jo, por nuk ka ndodhur as i vend botës. Që të mblidhen bashkë një prokuror dhe gjykatë dhe tonë pezullohet ky ministri se kështu kemi vendos ne. Kështu që erdhi aty një rast. Dhe duhet mbajti qëndrim patjetër. Mbajtëm qëndrim institucional, shkuam në gjykatën kushtetuese. Dhe për këtë në parlament do të mbajmë patjetër qëndrim. Nuk diskutohet. Por me që u bë pyetja e dytë për këtë, prap, dhe me që pyetja e tretë jam i bindur 10 prap për këtë, flas për temën spaku. Shqipëria ka kaq shumë gjëra të tjera që ndodhin dhe që bëhen, në ndërkohë që po ju them disa gjëra që nuk i gjen në asnjë nga tenxheret politike dhe mediatike dhe që njerëzit nuk i dëgjojnë. Po ju them që Shqipëria është vendi më skandalos i gjithë komunitetit të Këshillit të Evropës. Nuk e them unë këtë. E thonë shifrat, të cilat kanë alarmuar Komisionin për parandalimin e torturës së Këshillit të Evropës. Dhe këtu nuk flasim për spaku, nuk flasim për gjithë sistemin tonë, për mënyrën si funksionon drejtësia jonë. Jemi në fund të listës me një diferencë nga tjerët për paraburgimin, pra për burgosjen e njerëzve pa gjyq. Dhe numri i njerëzve që gjenden sot në burg në Shqipëri, pa qenë akoma të dënuar, të cilët në kuptimin e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe të Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut, është më i madh se numri i atyre që janë në burg të dënuar. Pra këta janë të pafajshëm sipas Kushtetutës dhe sipas Konventës së drejtat e njeriut, por janë në burg. E dini ju sa janë këta? Nuk e dini. Sepse tenxheret fjalën burg, fjalën vjedhje, fjalën hajdut e kanë si kripën piperin edhe salcën në çdo lloj gjelle. Ne kemi 4.492 qytetarë në burgjet shqiptare. A e besoni dot ju që nga këta vetëm 1.895 janë të dënuar? Çfarë është kjo? Nuk po hyj tek tjetra. Jemi vendi më skandalos i Këshillit të Evropës për nivelin e dënimeve. Jemi vetëm me Rusinë mbrapa, por Rusia u përjashtua nga Këshilli i Evropës. Po nuk po hyte kjo. Po ju them që kemi 1.895 të dënuar, ndërkohë që kemi 4.492 të burgosur. Pra në Shqipëri
fal edhe jush të nxerreve politike dhe mediatike, nuk ka të pafajshëm, por ka të dënuar, para se dënohen, qysh në momentin që dyshohen. Pa e kuptoni që është kjo? Për këtë vend që e ka kaluar një herë këtë traumë, juve fatmirësisht keni qenë shumë të vegjël ose s'kishit lindur atëre, po e ka kaluar një herë këtë traumë ky vend. Dhe çfarë tregon kjo shifër? Kjo shifër tregon që në Shqipëri probabiliteti që ti të gjendesh në burg si i dyshuar është më i lartë se sa probabiliteti që ti të shkosh në burg si fajtor. Kjo është shifra. Dhe ky është vetëm njëri nga faktet, edhe pse është më rrënqesi. Këshilli i Evropës ka bërë më pas një dokument të tërë për paraburgimin. Për çdo njeri që beson tek dinjiteti i tjetrit, ai dokument është alarm. Sepse në fund të ditës, sensi i drejtësisë është që më mirë 100 të fajtor jashtë se sa një i pafajshëm brenda. Ky është sensi i drejtësisë demokratike. Nuk është që kap e fut njerëz brenda edhe shohim nesër a jeni as jeni fajtor. Çfarë ngelet atyre njerëzve që kalojnë në këtë kalvar të llahtarshëm? Dhe nuk po flasim fare herë për këta që janë në kalvarin e tenxhereve. Flasim për ata me cilët tenxheret s'merren fare. Njerëz të zakonshëm të këtij vendi. Kalojnë në atë kalvar dhe në fund fare ose nxirren se ju ikin të gjitha llojet e afateve të paraburgimit dhe janë shumë nga këta, ose dalin pafajshëm. Ç'a ngelet? Ç'a është kjo histori? Si që nga kjo që në një vend në mes të Europës që do të bëhet nesër vendi i Bashkimit Evropian, individi mos ketë të drejtën e një gjyqi. Ç'a është kjo? Dhe çfarë thot Këshilli i Evropës, nuk e them unë. Thot që në Shqipëri vendosen masa sigurimi ekstreme pa arsyetim të mirëfillt se pse duhen vendosur. Dhe përdoren rëndom, thot, shprehet përbën rrezik për prishje provash, përbën rrezik për ikje. Këto janë muhabete kot. Çdo lloj mase duhet argumentuar specifikisht. Nuk është automatike. Që me që Muhamet Veliu është shefi i sektorit, atëherë ky mund të intimidojë varësit e vet, se është shef. Jo. Duhet të thuash konkretisht për Muhamet Veliu. Çfarë provash ke ti, çfarë dyshimesh ke ti për këtë? Dhe nuk japin asnjë dhënë, fare zero, hiç. Pastaj vim tek graviteti i veprës. Dhe këtu do ta mbyll këtë përgjigje gjatë për ty, se do pres natyrisht përgjigjet e tjera. Por vim tek graviteti i veprës. Dhe dua t'ju jap prap pak shifra që janë, këto janë vërteta, këto nuk janë, mund të ketë një pasaktësi, po janë të vërteta, nuk janë gjysmë të vërteta. Për t'ju treguar juve, atyre që janë të interesuar, se sa e gënjeshtërt, se sa e shëmtuar, se sa e lik, është gjithë kjo tymnaj,
sipas cilës Shqipëria ka arritur kulmin e korrupsionit. Dhe po i referohem tani rasteve të institucioneve që merren me korrupsion. Korrupsioni në radhë parë është një vepër më vete. Okay? Pra, është e definuar. Jo çdo kush që hetohet dhe akuzohet nga prokuroria speciale ka bërë korrupsion. Ka dhe vepra të tjera. Shpërdorimi i detyrës për shembull është një vepër të cilës ju kthye dhe vetë Bashkimi Evropian së fundmi. Sepse është një term ku futen thesi madh i thon këta këtu. Futen njerëzit kollaj fare. Me kollaj lëkur më të madh, sidomos kur jeton në një periudhë kur të gjitha llojet e tenxhereve hidhen përpjet me gjithë kapak për burg, shpërdorimi i detyrës është me kollaj lëkur më të madh. Dhe Bashkimi Evropian ju kthye tani me kërkesë të Gjermanisë. Jo vetëm të Italisë, sepse Italia kërkonte prej kohësh. Dhe ka dalë një direktive e re për ta riparë këtë nocion. Për ta specifikuar këtë nocion. Pse? Sepse kushtetuta thot janë 3 pushtete të pavarur nga njëri tjetri. Pra, drejtësia është e pavarur nga ekzekutivi, po dhe ekzekutivi është i pavarur nga drejtësia. Dhe cila është pavarësia ime? Cila është pavarësia e një kryeministri, apo e një ministri, apo e një funksionarit lartë? Është pavarësia për të marrë vendime. Tek marrja e vendimeve nuk vjen dot një prokuror të thot pse ti e vendose kështu. Dhe nuk e vendose ashtu. Kjo është një katastrofë. Dhe kjo gjë ka ndodhur. Nëse vendimi është një vendim i cili ka një prapavi të qëllimshme, jo padashje, të qëllimshme, për të përfituar në mënyrë të palishme apo për të sjellë një dëm në mënyrë të vetëdijshme, këtu unë nuk jam i pavarur. Këtu është pavarësia e drejtësisë që vjen tek unë. Këtu ndahen këtu. Tani, qysh ka fillimi i këtij kapitulli të drejtësisë speciale. Janë 37 raste. E dini ju sa raste nga këto 37 që përfshin natyrisht funksionarët nivele të ndryshme. E dini ju sa raste nga këto 37 i përkasin viteve të mandatit parë e të mandatit dytë të kësaj qeverie, të kësaj magjorance. Janë rreth 80%. Në ndërkohë që vetëm një pjesë e vogël e tyre janë raste që lidhen me periudhën e mëpastajme. Tani, në rastet për cilat po flasim, kemi nga të gjitha. Kemi për shembull dënim për prerje pylli të një kryetari bashkie. Ai sot e ka mbaruar dënimin dhe unë mund të flas për të. Është një dënim skandalos. Kryetari i bashkisë të Fusharzit ka hapur një rrugë për komunitetin ku janë prerë disa pemë, nuk e di numrin e tyre.
ka bërë burg për prerje pemësh. Jo se të presësh pemë nuk është krim, por pa ju lodhur me detaje, rasti është turp. Ka dhe rastet të tjera që nuk kanë lidhje me korrupsion fare as gjikundi dhe që hynë të këto raste. Dhe nuk po duhet i komentoj. Ka dhe raste të tjera që lidhen me pabarazin tender. Pabarazia në tender është një vepër tjetër. Nuk është korrupsion. Është tjetër. Është vepër pa tjetër që parashikohet si një vepër penale, nuk diskutohet. Por e përmbledhur, çfarë duhet të them? Duhet të them këtë, që a është e mundur që ky vendi më i korruptuar në botë, dhe ky vendi ku korrupsioni sipas tenxhereve ka arritur kulmin, sepse ushqehet kjo tezë nga mëngjesi deri në darkë, me të gjitha të gjysmën vërtetat e mundshme. Çfarë do të thotë mesazhe? Mund të ma thoni çfarë do të thotë mesazhe? Që kur mesazhet janë prova. Që kur mesazhet janë prova. Dhe që kur mesazhet janë ushqim për mediat. Dhe që kur bi bazë mesazhesh bëhen gjyqe, si në kohën e gjuetive të shtrigave që ngrihej tura druve, se ky i tha atij ashtu dhe ai i tha atij tjetrit ashtu. Që kur? Patjetër që mesazhet dhe çdo gjë tjetër që lidhet me kush tha çfarë tha janë pjesë e një procesi, nuk diskutohet, nuk përjashtoj unë këtë. Por parafytyroni vetëm kaq. Çfarë ndodh? Dhe sa përgjegjësi ka secili nga pjesëmarrësit në këto gjyqe dhe shtrigave kur dikush dali i pafajshëm. Po çaj duhet më pafajësia atij njeriu kur i është shkatruar totalisht jeta dhe familja. Për çfarë? Kush ja kthen atij njeriu mbrapsh jetën? Prandaj drejtësia demokratike ka vendosur kufi. Prandaj në drejtësinë demokratike nuk lejohen shumë nga ato gjëra që ndodhin këtu. Dhe unë nuk fajsoj mediat për këtë. Por ata që ju ushqejnë me këtë helm. Si mundet që ky vend të jetë ky dhe në të njëjtën kohë Sigma, e cila bën analiza faktuale, nuk merret me mesazhe. Se në Shqipëri bëhen mira prokurime. Mira. Në Shqipëri bëhen mira ndërveprime, miliona ndërveprime. Në fund të ditës 37 raste për 12 vjet ndërveprime. Ku thash hyn lloj rastesh, janë një numër i arsyeshëm, krejt i arsyeshëm për të goditur fenomenet. Ndërkohë që deri tani kemi një numër të dënuarish
shumë të ullët në raport me rastet. Kemi procese shumë të zvarritura dhe kemi në ndërkohë edhe Strasburgun që ka evidentuar gjëra shumë të rënda kur dikush ka vajtur atje mbasi ka kaluar këtë kalvar. Kështu që jo çdo gjë që mendohet edhe nga dëshira e mirë për të luftuar me këto fenomene, për luftuar korrupsionin, shkon në atë drejtim. Përkundrazi. Kjo është e vërteta. S'ka të vërteta të tjera. Është e vërteta e drejtësisë demokratike. Nuk mundet dot të bëhet Shqipëria si në kohën e pleniumit të katërt. Kap edhe përplas njerëz nga i murët e tjetri, çorodit dynjan me llafe, jo se thuhet shu, thuhet ashtu, do dali ky, do dali. Çfarë do të thonë? Bëj bashkë në një pyetje, gjitha pyetjet që kisha. Zoti Rama, a e konsideroni ju SPAK-un opozitën tuaj të vërtet, opozitën tuaj reale? Dhe kur folët disa javë më parë për një reflektim serioz mbi kufit mes pushteteve, a kishit parasysh që gjatë vitit të ardhshëm, kur mbushen dhe 10 vjet nga miratimi i reformës në drejtësi, mund të ketë një ndërhyrje në ligjet kryesore, në arkitekturën e drejtësisë së re? Dhe duke folur për opozitën, nga janari do të fillojnë protestat e përditshme poshtë zyrës tuaj, demokratët do të kërkojnë ndërheqjen tuaj, zoti kryeministër. Do t'i merrin në konsiderat këto kërkesa? Faleminderit. Tani më spekulove se bërë shumë pyetje brenda pyetjes. Tani me që fjalën dhe kryefjalën dhe kallëzuesin dhe kundrinorin ju e keni spak. Dhe duke folur për vitin e Shqipërisë, pyetjen e parë ju e keni për SPAK-un. Unë do t'ju përgjigjem natyrisht, nuk dhe shmangim as i pyetje, por duhet ju them këtë. SPAK-u nuk është opozita e qeverisë. SPAK-u është një institucion i ri, i krijuar fal vullnetit të kësaj force qeverisëse, i mbështetur nga kjo forcë qeverisëse, i garantuar nga kjo forcë qeverisëse në sensin që të tjerë janë betuar dhe stërbetuar që do ta shkrinin, por nuk e shkrin dot sepse votat i kemi ne. Në këtë sens i garantuar. Dhe është një institucion i cili bën punën e vet, si të gjitha institucionet e tjera. Kështu që nuk është opozitë e qeverisë. Por, depresioni i thellë në cilin ndohet opozita e qeverisë, që është opozita politike, bën që puna e SPAK-ut të jetë vetmja pikë referimi e opozitës depresive për të goditur qeverinë. Dhe natyrisht, të 700 tenxheret politike dhe mediatike, produktin e gjithë këtij procesi, e marrin edhe e zihen dhe gatuajnë 700 lloj gjellërash të ndryshme, duke bërë diçka që nuk ndodh në Shqipëri për herë të parë, ka ndodhur dhe në vende të tjera sa të duash, duke shfrytzuar gjysmë të vërteta për të prodhuar një tym të jashtëzakonshëm që djeg syt e publikut, që shurdhon
publikun me presionin e vetë dhe që dizinformon publikun thellësisht. Prandaj thonë që gjysmë e vërteta është edhe gënjeshtra më e madhe, sepse që ne jemi këtu bashkë, kjo është e vërtet, apo jo? Dhe një lajm sipas cilit kur kamerat u fikën, unë bëra një sherr shumë të madh me ty, bëhet pjesë e të vërtetës që ne ishim bashkë, apo jo? Dhe prandaj gjysmë e vërteta është dhe gënjeshtra më e madhe, sepse ka i pjesë vërtete, po pjesa tjetër është një gënjeshtër. Dhe më lejoni t'ju them që është një neveri e madhe që kaq intensiv gjysmë vërtetash nga njerëz që nuk din të bëjnë punën e tyre. Nuk din të bëjnë opozitën e qeverisë. Nuk din ta mundin Partinë Socialiste. Kështu e shohun këtë gjë. Dhe askush nuk përpiqet të bëjë asnjë analizë lidhur me cila është e vërteta në të gjithë punën e SPAK-ut, pse pikërisht se e vërteta është krejt ndryshe nga kjo që thuhet SPAK-u nuk është opozita e qeverisë, dhe cilat janë anët pozitive dhe anët negative të punës së SPAK-ut, si të gjitha institucionet të tjera, përfshirë dhe qeverinë. Asnjë nuk e bën këtë analizë. Gjë që sjell pastaj një çoroditje shumë madhe të opinionit publik. Kjo është përgjigjja ime, nuk kam përgjigje. Për sa i përket pastaj protestave që do bëhen poshtë penxherës tu, i kemi ndarë punët prej shumë vitesh, me sa kuptoj unë. Unë në zyrë dhe Partia Socialiste në qeveri dhe të tjerët poshtë penxherës time në rrugë. Kjo është zgjedhja e tyre, s'kam unë asnjë problem me këtë. Siç e pat, në lirit njerëzore Shqipëria është në një vend goxha dinjitos në klasifikimin e përgjithshëm, dhe kjo është pjesë e lirive. Çfarë problemi kam unë këtu?